Letra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për të rikonfiguruar UNMIK-un është vlerësuar pozitivisht nga autoritetet politike në Kosovë. Analistë në Prishtinë thanë ndërkaq se letra pasqyron zhvillimet në terren në Kosovë dhe zhvillimet në bashkësinë ndërkombëtare pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Demaj. Autoritetet në Kosovë po studiojnë letrën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut, që parashes zvogëlimin e vazhdueshëm të këtij misioni dhe krijimin e mundësive për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata kërkojnë që rikonfigurimi të jetë në pajtim me funksionimin e Kosovës si shtet i pavarur. Jakub Krasniqi, kryetari i Parlamentit të Kosovës, tha sot se askush nuk duhet të friksohet nga statusi i Kosovës, i cili tash është çështje e mbyllur. Është duke bërë një sfidë, dhe sfida mendoj që nuk është vetëm e jona, sfida po i bëhet edhe faktorit ndërkombëtar dhe ne jemi të bindur që sfida që po i bëhet faktorit ndërkombëtar nuk është bazuar dhe nuk është shërbim të demokracisë. Analistët e vlerësojnë pozitive letrën e sekretarit të përgjithshëm. Analisti Lulzim Peci i tha zërit të Amerikës se letra pasqyron plotësisht zhvillimet në terren në Kosovë dhe zhvillimet në bashkësinë ndërkombëtare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Letra si e tillë në disa aspekte është mjaft e qartë, edhe sidomos për ridefinimin e rolit të ri të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i cili praktikisht në këtë rikonfigurim nuk i jepet roli administrativ më tutje, sepse nuk përmendet fare roli administrativ që nënkupton edhe ndryshimin drastik të këtij misioni. Në anën tjetër, në një formë e nxjerr Kosovën prej një lloj amullie që e ka pas deri më tani, sepse e ngrit rezolutën e 1244 dhe raportin e bën interpretimin e rezolutës 1244 prej asaj që kemi qenë përpara si pjesë e sovranitetit të Beogradit në një formë të orientuar si status neutral në Kosovë, i cili është një ndryshim kvalitativ që shprehet në letër. Sipas analistit Lulzim Peci, dokumenti i sekretarit të OKB-s parashen një përshtatje me situatën e re në Kosovë dhe përgatitjen e vendit në zbatimin e plotë të pakos të presidentit Marti Ahtisari. Sipas tij, në bazë të dokumentit, misioni i ri civil ndërkombëtar nuk mbetet në ombrellën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përmes kësaj letër i EULEX-i jepet mandati që të veprojë në Kosovë, ndërsa nuk është në ombrellën e përgjithshme të OKB, sepse EULEX-i do t'i raportojë drejt për drejt i Brukselit. Edhe kështu që nuk do të jetë në pjesën operacionale, nuk do të jetë i ndërlidhur drejt për drejti me UNMIK-un. Të dielën hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe pas kësaj institucionet vendase presin të marrin përgjegjësitë kryesore të ushtruara deri tash nga misioni i Kombeve të Bashkuara. Por vëzhguesit thonë se mbetet ende punë për të qartësuar mandatet e pranisë civile dhe për shmangjen e përplasjeve të mundshme të dy misioneve dhe institucioneve vendase lidhur me ndarjen e përgjegjësive. Për zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.